Një grup kriminal që vepron në Juglindje dyshohet se është pas tentativës së trafikimit drejt Greqisë mbi 6 kg heroin, të kapur në pikën kufitare të Kapshticës, gjatë një operacioni që çoi në pranga transportuesin dhe 4 punonjës të policisë kufitare. Lënda narkotike u zbulua në një vend të krijuar posaçërisht në një makinë që drejtohej nga Valmir Balliu, nga fshati Sablinja Pogradecit, që po shihni në këto foto. Në total, ishte 6 kg me 134 gram heroin, dhe bashkë me drogun u gjetën dhe sekuestruan 256 fishek pistolete dhe 20 fishek armë gjau model 12. Shoferi që u vu në pranga në kushtet e flagrancës ka dyshime të forta se është përdorur si korrier për llogaritë të grupit që vepron në zonën e Pogradecit dhe Korçës. Ora News ka mësuar se makina që drejtohej nga Valmir Balliu nuk është kontrolluar nga punonjësit e policisë kufitare Kapshticë. Ndaj nisur nga ky konstatim, hetuesit e agjencisë mbikëqyrjes policore janë përfshirë në hetime. Pas verifikimeve, përgjegjësi i turnit dhe 3 efektiv të tjerë u vënë në pranga me akuza për shpërdorim të detyrës. Një kontrollor pranë pikës së kalimit kufitar Kapshticë dyshohet edhe për kryerjen e veprës penale, prodhimi dhe mbajtja e armëve shpërthyese dhe municioneve. Hetimet ndaj këtij rasti vijojnë nga Prokuroria e Korçës, e cila është përqendruar në zbulimin e personave të tjerë që kanë bashkëpunuar me Valmir Balliun. Policia thotë se ka sekuestruar edhe 5 celular, në të cilët mund të ketë gjurmë të komunikimeve të personave të përfshirë në skemën e trafikut të drogës mes Shqipërisë dhe Greqisë.